O xhamat, kushtoj këtij muaji, nga se kush e di a je në vitin tjetër që vjen. Nuk dihet sa prej atyre të dashurve tënë, miqve tënë, shokëve tënë, akrabave tënë, ishin në vitin e kaluar me neve. Por këtë vit nuk i keni. E vallahi, po të kishte mundsu Allahu Gjelleshanu, që ata të na flasin prej varezave, dhe të na mundson neve Allahu t'i ndëgjojmë prej këtu. E kishin me kuptu se ata vuajnë se nuk janë me neve në këtë muaj të bekuar. Kishin me kuptu se ata vuajnë sepse apo janë vënuar se i shkoj muaj Ramazan atyre ashtu si i shkoj dhe tani më nuk ka mundësi të fejnë edhe një jetë të bëjnë adhurim. Prandaj kushtoja këtij muaj, nëse dënë të jesh i penduar, i pranuar, i frymzuar, nëse dënë të jesh prej rrugët Allahu Gjelleshanu i udhëzuar, prej tash filloja. Një jetin bëre prej tash. Jepja besën Allahu Gjelleshanu që do të qëndron me ndihmën e Allahu Gjelleshanu, ai do të forcon dhe kështu jeto. Nga se kjo jetë është më e mira, për kush mashtërohet me dynjan, dhe kurthet e saj, dhe lezet e saj, ka dështu vallahi. Nuk mundet kur dynjaja me ta kompenzu, asë një gjë, sikur që ta kompenzon ky muaj i bekuar. Prandaj o xhamat, ju përgëzoj me atë që i përgëzoj Resulullahu sallallahu alaihi wasallam të gjallit. Ashtu i tha Resulullahu sallallahu alaihi wasallam sahabët e tij në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurera, e shënon hadithin dietari Albani, Allahu më mëshiroft. Thot Ebu Hurera, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, atakum shahru Ramadan, shahru mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul janna, وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Qëdëtët, tha Resulullahu sallallahu alaihi wasallam sahabëve, juve ju erdhi muaji Ramadan, ky muaj bekuar, Allahu ju obligoj me agjerim të këtij muaji. Në këtë muaj hapën portat e xhenetit, mbyllën portat e ferit, prangosën djajt. Në këtë muaj gjindet nata me vlerë sa një muaj, kushdo që privohet prej saj dhe mirësisës që ajo i ka, ai është privuar nga shumë mirësi tjera. Allah, Allah, pasha Allah, nëse nuk ja kushtove, je hunsi dhe dështus. Prandaj, i ndëgjojmë njerëzit që bëhen gati për Ramazan, shpreh dashurin ndaj këtij muaj gabimisht. Wallahi hoxh, tash për Ramazan jënë do fampitaj kanë gjonaj, për çdo natë femimare. Nuk fal namaz, ai nuk po fal namaz.
Shka ka me të bu pitajkat të fshati gjonaj. O kur, nuk është Ramazani kjo. Nuk është Ramazan. Nuk është kjo agjëri, nuk është adhurimi. Ti ke hum. O mashtrovë, shkove të pitajkat. Që që shfar truri ka njerëz. Sa është në fund ai, sa është largë, asaj që Ramazani vjen me diçka tjetër, ai mendon këtë diçka tjetër.